Për disa vite e shoqëronte fëmijën e saj në shkollë. Mimoza Ramani, gjatë shkollës fillore ishte asistente e fëmijës së saj me aftësitë të kufizuara. Kjo për shkak të mungesës së këtyre punonjësve në institucionet arsimore. E madje sipas Ramanit, ani pse në komunën e Fushkosovës janë punësuar disa asistent, disa prej tyre e kanë ndërprerë punën. Është shumë sfiduese, pavarësisht që tashmë po përgatiten edhe ka kuadra që po përgatiten për këtë, është sfiduese, sepse nganjëherë edhe ndoshta kur fillojnë punën e shohin sa e vështirë është edhe heqin dorë nga puna, por institucionet tona duhet të obligojnë përderisa përgatiten dhe ju ofrojnë një punë të sigurt atyre asistentëve edhe ata duhet të jenë të përgjegjshëm. Kemi pasur raste që në Fushë Kosovë edhe pas pranimit të këtyre asistentëve ata nuk e kanë vazhduar punën. Nga shoqata Hendikos, thonë se së fundi ka pasur një përpjekje për të rritur numrin e këtyre punonjësve të arsimit. Janë angazhuar nga 100 asistent në nivel Kosovë, megjithatë ata u kanë shërbyer një pjesë të fëmijëve të cilët janë të përfshirë, që kanë aftësitë kufizuara të ndryshme, por shteti nuk po bën diçka për inkuadrimin edhe përfshirjen e këtij mbi 80% të cilët gjenden jashtë bankave shkollore. Se duhet të ketë një rritje të numrit të asistentëve, e thot edhe njohësi i arsimit Rinor Qehaja. Rritja e numrit të asistentëve për fëmijë me aftësi të kufizuar është një përgjegjësi e jashtëzakonshme institucionale dhe mbi gjitha është detyrim ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuar për me garantu një shkollim të barabartë në çdo institucion arsimor. Ajo që ka pashtu është rëndësishme është që përtej rekrutimit të numrit proporcional të asistentëve është edhe kompetenca e tyre mjaftueshme dhe e duhur profesionale që për me ofru shërbime të dinjitetshme dhe super të barabarta për çdo fëmijë. E në shkollat në Kosovë, sipas Ministrisë së Arsimit, aktualisht janë të punësuar 420 asistent, ndërsa nga kjo ministri kanë vërtetitur se ky numër pritet të rritet. Mashti ka parapar punësimin e 500 asistentëve në përshkolla që pritet të punësohen nga komunat. Ata kanë përfunduar nivelin e 5 për asistent të fëmijëve me nevoja të veçanta. Jemi në përgatitje të asistentëve të tjerë. Mungesa e asistentëve shihet si një nga faktorët e mosvijimit të procesit mësimor nga nxënësit me aftësi të kufizuara.